Paradrekja e ditës së diel është shoqëruar me trafik të dendur të automjeteve në dalje të qytetit të Shkodrës, nga ish pazari vjetër dhe deri tek ura e Baçallekut. Duket se për automjetet e shumta, kryesisht në drejtim të Velipojës dhe Shirokës, nuk mjaftojnë dy korsit. Edhe vetë automjetet e policisë ishin pjesë e këtij trafiku të rënduar. Duket se gjithë kjo situatë vjen për shkak të kryqëzimit e ura re e Baçallekut, pasi edhe automjetet që vijnë nga pika kufitare doganore e Muriqanit janë të shumta, edhe pse këtu nuk mungojnë dy inspektorë të policisë së qarkullimit rrugor, situata i bën të pafuqishëm për ta normalizuar trafikun. Vazhdon kjo gjendje deri tek ura e Baçallekut dhe këtu duket se trafiku normalizohet pas rreth një ore që është dashur për të mbërritur këtu nga dalja e qytetit në Xhabij.